Mbi 13 milion euro janë dëmet që janë shkaktuar në bujqësi deri më tani nga moti jo i favorshëm për të mbjellat. Kështu thonë zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, duke ju referuar të dhënave që janë mbledhur nga fermerët dhe drejtoritë komunale për bujqësi. Sipas tyre, vlera e dëmeve mund të rritet edhe më shumë. Në total, nëse shiqojmë deri më tani se sa raporte kanë arritur, vlera dëmeve shkon mbi 13 milion euro. Po që deri më tani është raportuar që dëmet më të mëdha janë shkaktuar nga ngricat e vëndshme pranverore. Por për fat të mirë edhe këtë ditë kemi pasur edhe rreshje që jo në shumicën e rasteve rreshtet kanë shkaktuar dëme, por më tepër kanë shkaktuar rreshtet e breshit, në raport me rreshtet e shiut, që vlera këtyre dëmeve ka shkuar në vazhdimsi duke u rritur, që pasi që jemi në mes të sezonit të vegetacionit dhe pritet që të kemi edhe rreshje tjera të cilat mund të shkaktojnë edhe dëme. Derisa dëmet janë 10 milionshe e pritet të rriten edhe më shumë, vlera që Ministria ka në dispozicion për kompensim është 500.000 euro. Përkundër kësaj, ende asnjë fermer nuk është kompensuar për dëmet dhe nuk dihet ende se kur do të kompensohen. Nuk e dim, sepse thash neve në vazhdimsi pranojmë raporte dhe kjo është arsye që neve nuk mund që të vendosim se me këtë shumë dëmë për shembull tash e potencuar më që është mbi 13 milion dhe me 500.000 dhe me kaq % do të kompenzohen dëmet, sepse pas një jave mund të na vinë raporte të tjera të cilat raportohen për dëmet tjera që mund të shkaktohen, qoftë nga era, qoftë nga rreshtet e tepërta ose diçka tjetër. Dhe pastaj pjesa tjetër mbesin pa u kompenzuar. Kështu që thashë neve jemi në grumbullim. Cikaqe thosë shpresojnë që qeveria të ndajë mjete shtesë që sadopak të rritet kompensimi dëmeve për fermerët.